Aksidentoi me automjetin që drejtonte Këmbësoren, shtetasen HS, 73 vjeçe dhe arrestohet nga policia në Lushnjë, shtetasi JK 37 vjeç banues në Lushnjë. Shtetasi HS është në spital jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit ESH, 38 vjeç banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj motrës së tij. JG, 39 vjeç, banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit SH, banuese në fshatin Gërmenj, pasi dyshohet se ka prerë disa rrënjë ulliri në pronosi të 41 vjeçarit. GH, 21 vjeç dhe për një shtetas 17 vjeç të dy banues në fshatin Çerm sektor, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë goditur me grushte dy shtetas vëllezër. Kurse specialistët e Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin AH, 50 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka vjedhur sende në ambientet e jashtme të një banese. Gjithashtu shpallën në kërkim shtetasin LA, 45 vjeç, banues në fshatin Cakran, pasi dyshohet se ka kanosur shtetasin HS, 73 vjeç, për të tërhequr kallëzimin e bërë në lidhje me një aksident rrugor. Po punohet për kapjen e 45 vjeçarit. Specialistët e Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori në lidhje me kallëzimin e shtetases MS, administratore në një market, se në çantat e disa punojësve janë vjedhur shumë parash. Po punohet për zbardhjen e autorësisë së këtyre rasteve dhe për verifikimin e kallëzimit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.